Mirë, jemi në vëndshe, do të flasim për telefonin apo timonin, sepse ti se mban asnjëherë telefonin, kur jep timonit. Do më thënë tjerë... Do më thënë mund të ndodhi vetëm një sekond dhe them jam në makinë, edhe fik direkt, ose se hap fare. Po, dhe ato 2 sekonda ndodh aksidenti. Ato 2 sekonda ndodh aksidenti. 2 sekonda ndodh aksidenti, duket sikur. Sepse është një dhënë shkencore që kush flet në telefon, u mbet gjysmë sekondi në reagim. Dhe për gjysmë sekondi, me 50 km/h, është 7 metra. Nuk ishe 7 metra. Ka folur ndonjë studio më shumë se kjo studio, se dua ta di kot për statistik, për sondazh shkencor. Studia që ka folur më shumë për aksidente rrugore, për gjithë problematikat, është kjo studio. Është vetëm bardhësi. Dhe kemi dhe dëshmitar Gerard Bakën e policisë rrugore këtu, një mik i dashur, që gjithmonë i kemi diskutuar këto probleme. Fatjon Softa, ekspert i shkëlqyer i sigurisë, dhe Spartak Tarka që është auditus, me A të madhe dhe me S të madhe, me të gjitha të mëdha. Tani, kur bie telefoni, kush ka përparësi? E dashura shefi apo polici? Timoni. Sa këtë e bukur. Timoni. Siguria në rrugë. Timoni. Po Timoni nuk flet. Si e kupton ai qytetari, sepse për hir të vërtetës policia deri tani ka bërë një vërr në ujë me telefonat. Sa turp. 2 vëra bilës. Ja të thot Gerardi që është i kënaqur apo jo? Je i kënaqur ti Gerard me këto që... Shiko, ka gjithmonë, nuk mund të thua që ke arritur nivelin më të lartë të standardeve, gjithmonë ka vënd për përmirësim. Po që nivel më të përna, mbytët me gjoba, na shkatruat fare. Më shumë gjoba se janë vërë Danis, janë vërë në gjithë historinë e Shqipërisë. Sa më shumë gjoba, aq më shumë telefone, kupton? Po mendoj që jo, absolutisht jo. Ka një jo. Unë shikoj të gjithë shoferët me telefonin dorë. Të gjithë. Po s'ka si frikë nga juve, vëlla. Tani, ne nuk mund të çdo kryqëzim të ketë nga një punonjës policie. Kjo normalisht ka nevojë edhe për ndërgjegjësim, ka nevojë edhe sensibilitet. Po kamerat për drona, vëlla. Po për çaj futo Gerard, kamerat, lutem. Drona. Të lutem. Satelitët. Gjithmonë, edhe njëri ka rënë. Njëri ka rënë? Po ka rënë, thonë, një ka ngelur. Ashtu, me atë një, ai një s'po i përballon. Martin Light Fight edhe mund ka. Po Gerard, ndjesh? Gjithmonë mund të themi që shërbimet e qarkullimit rrugor i kanë kushtuar rëndësi të veçantë masave në lidhje me sigurinë rrugore. Dhe kemi thënë që përdorimi i aparatit celular është ndër faktorët kryesor për parandalimin e ngjarjeve rrugore, për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Sepse atë që thot Erioni, pavarësisht se e tha edhe me një batut humori, ajo është mëse e vërtet që koha reaguse e një personi në drejtimin e mjetit... Nuk ka le të themi, shiko, humbja e vëmendjes. Nuk ka një polic. Se nuk bëri një marrëveshje me metën ju? Se ne shtet policor jemi, nuk jemi shtet jo policor. Një marrëveshje me metën, të shpiki në një gjë në telefon atje, që të përgjigjet në raste se ka njerëz të padurueshëm të shkruajnë atë mesazhin po vi. Sa zgjat mesazhi po vi, përgjithsisht, sa zgjat një mesazh po vi? Ato janë, nuk ke nevojë të shpikësh. Ato i kenë telefon ti, e ke në momentin që... Po pëse si trajnoni njerëzit atëre, që kur të hypin në makinë, kanë thirrje të përgjigjen në të njëjtën kohë dhe të mos Androidi, edhe Apple-i e kanë të sankcionuar që kur futesh dhe fut Apple Play Car, apo Android... E që bën me Apple Play Car? Nuk të kufizon. Të kufizon në veprimet dhe në përgjigjes që ti jep. Ai futon më shumë? Jo, nuk të futon fare.